shumë thjeshtë. Këto ishin pikat që unë doja të ndaja me ju. Tani, natyrisht, unë nuk e kam thirrur për t'ju bërë një fjalim dhe për t'ju thënë mirupafshim, por duke qenë i bindur që ju të gjithë do respektoni radhën, duke shpresuar që do të përqendroheni në këto tema, unë do t'ju jap fjalën dhe do jap fjalën të parës zonjushës me xhaketë kuqe dhe me pantallona të zeza, sepse është pamja më patriotike që ka salla sot, kështu që fjalën e ke ti. Kush ishte e treta? Po. Ju keni deklaruar më herët burg për ata që nuk paguajnë energjinë elektrike, burg për ata që abuzojnë me hapësirat publike, pra ndërtojnë pa lejen hapësirat publike, dhe burg për ata që parkojnë dysh, janë ndryshimet e fundit në fakt që janë përgatitur nga ana e qeverisë. Pyetja është pse në rastin e Belinda Ballukuti thatë jo burgut dhe u kujtuat për standardet që referon Bashkimi Evropian pikërisht për këtë praktikë burg, dhe pse mbahet ky standard i dyfisht. Personat me imunitet ruhen nga burgu dhe qytetarët shkojnë në burg për vepra të tilla. Qartë. Tani, nëse ju do më gjeni mua një herë, se kjo është se jetojmë në një kohë kur gënjeshtra duke përsëritur shpesh bëhet e vërtetë dhe e vërteta nuk ka më asnjë rëndësi. Unë nuk kam thënë kur burg për ata që nuk paguajnë dritat. Kur. Dhe askush kur në historinë e këtij vendi nuk ka shkuar në burg se s'ka paguar dritat. Unë kam thënë burg për ata që i vjedhin dritat, janë dy gjëra të ndryshme. Për ata që nuk paguajnë dritat, kam thënë që dritat duhet priten, siç priten në çdo vend të botës. Dhe kjo ka ndodhur. Po pse më ndërhyn tani? Po ja pra kjo nuk shkon tani. Po mirë pra në rregull. Kjo tani këtu edhe një herë. Tani këtu po mirë më rregull. Tani këtu tani fillon mitingu edhe unë besoj që kur jemi në kushtet që mitingu zhvillohet rregullisht u poshtë, mund të shkosh atje poshtë i bësh to. Këtu nuk është për të bërë miting. Këtu është dhe përgjigja. Këtu nuk është debati. Po mirë, dakor. Gjëja që ti po më kërkon si gjithmonë është që unë t'ja përgjigjen që do ti. Unë do ja përgjigjen që dua unë dhe ashtu sikundër unë me shumë qetësi pres që të mbaroj pyetja jote si zakonisht e gjatë dhe me komentet përkatëse, kërkoj fjalën e lirë që ta çoj deri në fund, nëse qimi mua ma jep lejen. Nëse qimi mua nuk ma jep lejen që të çoj fjalën që atëhere unë jam shumë i keq. Tjetër, nuk bëj asnjë sum personal. Po pse, emri është shumë personal? Emri nuk është... Jo qimi është tjetër. Tani, do më lësh të flas deri në fund? Ora më lë të flas deri në fund, çfarë? Unë do merrem me gjithçka që mua më vjen të merrem, sepse unë jam po aq i lirë sa që je ti dhe sa që jeni të gjithë ju që të thoni gjën që doni. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën këtu. Edhe një herë tjetër, unë dua fjalën dhe të jesh e sigurt që në fund do kuptosh që ja fut kot. Më lër ta mbaroj.
pastaj janë njerëzit që e gjykojnë dhe jeni gjithë këtu dhe gjykoheni. Çfarë do me thënë kjo? Si mund t'i kërkohet dikujt të përjavë përgjigjen që do ti? Unë do e përgjigjen që di unë. Dhe po të them, në Shqipëri nuk ka hyrë kur në burg një person pse nuk i ka paguar dritat, nuk ekziston. Sepse në burg nuk shkon për diçka që nuk shkruhet në kodin penal. Nuk ka kodi penal i Republikës Shqipërisë norm ku të thuhet mos pagesa e dritave të çon burg. Nuk ekziston. Nuk ka ndodhur. Kanë hyrë në burg persona që kanë vjedhur drita. Një gjë është të mbyllësh, të marrësh drita dhe mos paguash, një gjë tjetër është që drita t'i lidhësh me shtyllën në rrugë, apo që të trukosh sahatin e dritave që të tregoj një tjetër shifër, apo. Kështu që mos insisto në gabim, sepse je gabim. Është një gënjeshtër e përsëritur në pafundësi për propagandë dhe është kthyer në një të vërtetë. Ndërkohë që e vërteta është kjo, nuk ka hyrë askush në burg në Shqipëri për mospagesë. Mospagesat kanë çuar në prerjen e dritave, që nuk priteshin kurrë më parë se këta janë tanët, ata janë tanët, mbaj ata atje. Po jo burg. E para. E dyta, ndërtimi pa leje është në kodin penal i sanksionuar dhe është një vepër penale e cila ndëshkohet sipas shkallëve, por edhe me heqjen e lirisë. Patjetër. Është vepër që është flagrant, është fizikisht e kapshme, e prekshme, e dukshme, nuk është diçka që e thot një televizor apo një televizor tjetër dhe mund tjetë, mund mos jetë, nuk është diçka që e thon ata që rrinë në për tribuna apo ata që hidhen përpjet në për tenxhere. Dhe mund tjetë, mund mos jetë. Është diçka që është e faktushme. Hapësira e zënë. Kështu që mos bashkojmë gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Më le të mbaroj, nuk kam mbaruar. Nuk kam mbaruar. Edhe një herë tjetër, nuk kam mbaruar, zonjë, nuk kam mbaruar, më lër të mbaroj, është shumë skandaloze kjo që bën përsëri. Thash se ishe mësuar, dhe prandaj të respektohet ta dhash dhe radhën e para. Po nuk pas ke mësuar asgjë, më vjen shumë keq, po më lër të mbaroj. Më lër më të mbaroj, më ç'është kjo? Duro të mbaroj unë. Çfarë do me thënë kjo ndërpret gjithkohës? Çfarë do me thënë? Kush je ti që ndërpret gjithkohës? Më lër të mbaroj më. Nuk e hartu as për miting as për debat. Dhe prandaj përmenda ato që përmenda. Se kjo është një edukat skandaloze e mënyrës komunikimit kur tjetri t'i bën pyetje ti e përgjigje. Ta mbaroj unë. Tani, natyrisht që kështu vjen jeta kur nuk ka drejtësi dhe nuk ka prokurori. Ai televizioni që thua ti është në prokurori për pastrim parash. Është në prokurori me një denoncim të bërë nga organet shtetërore. Lëre. Tashti me që edhe një herë, më lër të mbaroj. Po ç'është kjo, është pa besueshme. Më lër më të mbaroj se janë dhe të tjerët, sepse ju të tjerët që rini kështu, jeni dakord që ta lëm me kaq konferencën, apo doni të bëni pyetje dhe ju? Se ju jeni shumë interesant dhe ju të tjerët. Se unë nuk po jam këtu për të luftuar për veten time, se unë mund ta bëj dhe pa gazetar fare komunikimin dhe mund t'i shpjegoj gjërat. Po kjo sjellje është pikërisht ajo që
pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Është pikërisht ajo që dhunon njerëzit në emër të tyre me gënjeshtra. Është pikërisht ajo që nuk i lejon njerëzit që të peshojnë të dyja palët. Fole zonjë, po, mbylle të flas unë. Jo ta mbyll unë 20 herë që të flasësh ti. Unë do të bëj me pyetjen tënde, unë do të... Shiko. Juve abuzoni me njerëzit. Juve abuzoni me ata që merrin në përgojë në mënyrën më të ulët. Në emër të lirisë, juve abuzoni me faktet në mënyrën më të shëmtuar, ju jepni njerëzve çdo ditë gënjeshtra dhe e bëni këtë në emër të lirisë dhe askush nuk ju thot plaç. Unë po të them edhe një herë, më lër të mbaroj fjalën. Marrja peng e një bisede me dhunë mund ta bësh. Unë nuk kam se ç'a bëj tjetër. Mund ta bësh. Po kjo është dhunë. Më lër të mbaroj fjalën. Do ti përgjigjen që do ti, nuk ta jap dot unë, se unë nuk punoj për qimin. Dhe kjo është e sigurt. Dhe me që më përmende televizion, më përmende ti televizioni, nuk ta përmenda unë. Televizioni. Një sekond. Është një sekond edhe një herë. Një sekond dhe një herë tjetër. Unë do përdor çdo gjë që unë më vjen të përdor. Juve jeni në të... Çfarë është kjo mohabet? Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Një sekond. Unë po komunikoj me njerëzit, më zonjë. Unë po komunikoj me njerëzit. Sepse unë mund të përgjigjem si të dua. Nuk më ndalon dot këtë, se s'ma nga ndaluar që më kanë qenë i vogël. Nuk më ndalon dot ti këtë. Unë do përgjigjem si të dua. Dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument, ti e solla, nuk e solla unë. Është një subjekt i denoncuar për pastrim parash prej vitesh dhe i denoncuar nga autoritetet shtetërore në prokurorinë e Tiranës. Me fakte, me prova, me të gjitha. Dhe natyrisht që parat në atë televizion pastrohen për të bërë eksaktësisht këtë që bëhet çdo ditë që përmbyten njerëzit me gënjeshtra dhe me pislëk. Tani, patjetër, këtë e vendos prokuroria. Këtë miting që po bën, më vjen shumë keq, po bën gabim shumë të madh. Më ndërpreve, sepse po të jepja përgjigje, më ndërpreve, zonjë, më ndërpreve, sepse, zonjë, më ndërpreve, sepse, dhe natyrisht që po bën heroinën për ata që të kanë sjell këtu, dhe mirë bën, do bëhesh heroinë e ditës. Bol tani, nuk kam mas një fjalë për të thënë, u përpoqja shumë gjatë të jap përgjigjen deri në fund. U përgjigj qytetarëve unë i përgjigjem në çdo herë që ata zgjedhin. I përgjigjem çdo ditë, nuk i përgjigjem nëpërmjet televizioneve që pastrojnë parat e grabitura nga qytetarët dhe të cilët gëzojnë imunitetin e dhunuesve. Kështu që 5 minuta pushim edhe do fillojmë mas 5 minutash. 5 minuta pushim.